Dhe ajo pamje me kanatier është normal që atë e ka bërë ai mallkuari Arjan Çani. Cilësisoni disa lajme që dolën pasi ti zgjodhe që ti ishe pjesë e koalicionit Berishës, që u publikon disa foto në media të tuajat? Unë mendoj se ato nuk më kanë ullur vlerën, sepse kam një shprehje që sa ndotë ato qani me imprua me balt, aq ndotë figura ime që çdo ditë bëj nga gjë për vendin. Po unë nuk dua as imazhe pozitive, as mburje, flet lavdërimi, keni vënë re ju që po çfarë të themu këtyre qytetarëve? Tu kanë dalë me qindra lista me njerëz korruptuar. Ke dëgjuar ndonjëherë sa Zangurit? Kur në Kursi, në USAID, në Soros, aktivist, spion, arshivist, patronazhist. S'ke dëgjuar, as në kohën e Zoti më ka dhënë aftësi që as në kohën e parë nuk isha ndonjë spion, po as në kohën e tashme kam zgjedhur pozicion në shërbim. Na se kuptojnë, ose këta e quajnë sikur është një fjalë kodi i shërbim qytetar, por me kam zgjedhur. Fakti kam 10 vjet, mbroj çështje gjyqësore, komunitare, pa edhe një herë pa frymëzim financiar, vetëm me bekim të Zotit dhe bekim të banorëve, edhe kam fituar çështje, tregojnë që kam qenë person i zgjedhur i përkushtuar banorëve. Aty më thanë, unë si kam parë, nuk i kam parë me të drejtën, po deri diku më ka zënë syrin që më kanë nxjerrë me një pamje verore me kanatiere. E pasaj, po unë jam njeriu më i veshur, në kuptimin e mirë, jo se kam veshje luksi siç kanë këto. Se çantën nuk i kam ato si të bëjnë. 20.000 lekse, 20 euro, kam çantën. 50 euro një çantë madhe. Por njeriu më i veshur në takime me tuaj, në takime me dikastere, në takime me studentët, kur nuk kam vatur pakollare në eleksion. 20 vjet pedagog, 2003, 22 vjet. Kur, ndërkohë që kam parë kolegë që u delte djersa në këmisht. Kur, dhe ti tash, me i mendet keq, për mua anti-shqiptar, sepse ka një problem. Të gjithë ata që kërkojnë të vënë lojë në një fjalë timen, ai nuk e ka probleme me mua. Bebe nuk e ka as me veten, po e ka me Shqipërinë. Ati e shprekur ajo antipati që ai ka për Shqipërinë. Çka kam thënë nuk e ajo me kanadierët? Çka kam thënë? Kam kërkuar që kisha një gotë llall në dorë që është prerë në një familje sarandiote që shërbeu me llall, edhe në një frymëzim të çastit kam kërkuar që ky llall dhe ky kos që është objekt i një populli të vjetër, është produkt i një populli të vjetër, sepse është i vetmi popull në botë, bashkë me ata që janë bulgar thrakas që i thonë kosit kos, që fjala kos është gjetur ke faraoni, ati në cep, te faraoni në cep, të varit, që thua që tava e kosit, gatuhet me këto ingredient për bërsa misë dashjet e tjera. Dhe atë lloj tave, kosi dhe ingredientet, egjiptologu më i madh i botës, Zichin, i gjeti në Elbasan. Gjeti fjalën tav, fjalën kos dhe përbërësit. Dua të them që ky kos, 20.000, 30.000 vjet e përdorur nga shqiptarët, që kur ishte popull blegtor, jo shpellar, po blegtor, dhe është i vetmi popull që enzimat që ka në stomak, që janë mikrobet pozitive, është i vetmi popull që nuk e zë barku kur qofse shkon jashtë shtetit. Ndërkohë, falë për shprehjen, të tjerët tuaj që duke qenë popull të mëvonshëm, po të vinë në Shqipëri dhe po të përdorin bulmetra apo çfarë lloj produkti tjetër që ka lidhje me bulmetin, se të bën do kenë një presë sepse janë popull më të mëvonshëm. Pra, kjo është që unë bëra një kërkesë në frymëzim të qastit, që e kërkoja UNESCO-s që kosi, llalla të shpallen produkte të UNESCO-s i prodhuar nga një popull që është populli shqiptar. Dhe fare mirë, nuk deshë këta, e mori Bullgaria. Po unë dea thoja që në qoftë se një italian pi Coca-Cola dhe i tha shqiptarit, djalit sa aty lidi biseda, djalit të këtij shtëpisë, ku isha, i tha që unë pi aranciata, Coca-Cola dhe djersitëm, thaj, tani e kuptoj që ti tha nuk djersitëm, se pi llall. Dhe punëtori shqiptar në Itali, pinte llall duke punuar dhe nuk djersitesh. Ndërkohë që ai pinte Coca-Cola dhe djersitesh. Pra ky është qëllimi. Ti e merr atë, kërkon të denigrosh një figurë profesori që unë nuk përzitem. Pse?
sepse profesori Babtut Karbunara në 1915 nga Xhi Xhamili është lyer me mjaltë dhe i hipën dhe e dogje, po para se ta digin, i hipën në qafë profesorit. Po çfarë përfitoi Berati? Apo Shqipëria? Dogjën profesorat kohën e Xhi Xhamilit. Po çfarë përfituan në vitet 50? Vranë dhe dogjën profesorat që ishin me shkolla austriake, gjermane, franceze, italiane. Më i varfër pati një pop, edhe ju sot, por nuk më trem dodi. Ti, si muin, ti me një mendje me i dritë shkutur, nuk të mërzitem, dakor, jam unë ai që të falë ty pra, të pranoj ti, por nuk më thyen dodi. Nuk më thyen dodi, mund të më ullësh disa momente ti, po ta dishi që ulesh pak, ngrihesh më shumë pra. Edhe unë kem nga ta tipa që të ngrihem ipsh, e mos zbrit shkur, kur thonë militarët. Po kam hipur një jetën time gradual, në ngjitje, me nga një grad pjersiti, dhe jam sot 70 vjeçi, me kurajën më të madhe, për ta patur zërin bilbil për shkak të kaluarës. Po kam 2 të kaluara, të ndershme. Një e gjyshëve, Mitat Bej Frashësi apo Abdyl Bej Frashësi, një e darave nga në gjindor që ja ku janë aty, me merë në i pame po munde, edhe time personale, sepse ka shumë që ta shgojnë një familje konservatore, të shkëlqyer, me emër mbi emër, por nuk e mbajnë doti. Nësa mua më dha Zoti hapësiri, edhe ta shgjimnin familjare, po edhe ta shgjimnin time. Dhe i them djali sot ta lash shembullin e babait. Dhe jo rastisht kam 2 djem, një këtu një jashtë të shkëlqyer, jo rastisht, por më thënë 2 nipër të shkëlqyer. Pra, kjo që ata duan të denigrojnë, jam i bindur që janë arshivista, janë janë kariketyre, që ata tash do mbasin kariken, kanë bërë dëm të madh. Këta në punësa që s'ka mjaftuar vetëm dora e hekur të sultanit Edi Rama, po kanë qenë më të qinj këta, drejtora, nëndrejtora edhe personel poshtë. Kjo është jeta ime, studio private, ku pagoj taksën në mënyrë shëmbullore ndaj shtetit, burë e grua, se 10 punojësat kanë ikur, kanë 10 vjet kanë ikur, s'ka më atë që kurrën tanë për shtet, nuk ka marrë kur një projekt nga shteti, nga qeveria, kur nga bashkia, kur nuk ka marrë nga Sorosi, nga USAID-i, nuk ka marrë kur një projekt të vetëm. Vetëm në shërbim të disa bizneseve për çështje mjedisore. Dhe kërkim të puseve të ujit, që është fusha ime speciale. Kam mbijetuar shumë ke, por kur s'jam ankuar. Sepse kam një shprehje tjetër, mos u qa e mos u anko, por përpiqu lufto dhe fito. Këtë kam bërti kur thot Bujar Leska. Ti dhe unë dhe i kemi qarë me punë këtu në Tiranë. Se nga viju, nga Berat. E unë tira ndaj. Jemi bërë model për fisin, për ambientalistët, jemi bërë model që atësi jam 70 vjeç, jam pension, edhe mund t'i themi sa gjëra, që është model për të rinjsh. Po nuk di që një shoku im të thirret dhe për shkolla gjimnazia apo 9 vjeçare për të folur për një model jete të një personi të caktuar. Unë kam vajtur me qindra herë, po unë kam vajtur në përbujgjet e Shqipërisë. Kam bërë kontakte me ata që kanë mungesë lirie, duke falur libra, edhe duke shpjeguar gjëra për natyrën, apo për historinë, apo për gjuhësinë shqiptare, që kam talent, nga talenti dytë, nga lart, nga Zoti. Pra, këta me këto pamje që kanë nxjerrë, unë pak i kam parë, ose më kanë thënë të tjerët, siç më pyetët juve, nuk i trem me fare, sepse në gjithë atë prezantimin tim, duke i ngjarë dhe babait apo dhe gjyshit, ja ti ke aty, merri ato, ja ke babai aty, me kollare aty, babait. Do t'i marrësh pamje ato. Edhe aty e kam në natyrë veshjen, sepse veshja është 85% pik në sekondën e parë të takimit. Është 85 pik, nga 100 pik, 85 i ka veshja. 10 pik i ka fjala e parë që ndjen nga goja, misare me djeta, 5 pik është ajo që ti shkëmben marrëdhënie me të tjerë. Kështu që në kuptim unë e kam vlerësuar ose kam bërë kujdes ndaj vetes, dhe ajo pamje me kanat tjerë është normal që atë e ka bërë ai mallkuari Arjan Çani. Ai e nxori dhe parapi në studiot e veta, kur unë vija shpesh herë ke ai. Edhe jam i prishur di për shkak të marrëdhënieve me Greqinë. Dhe populli shqiptar di që të bëhet qepi di, unë jam non grata për Greqinë, nuk po ja është herë parë që e them ti, non grata për Greqinë për shkak të 60 postere që ndora ka presidencën.
që ishe një veshje e poplit qam, apo e pirotë, që janë marrëdhënien e Butrintit, që është Epiri, që është qamëria, veshja, vrasjet, genocidet, eksodet që janë bërë ndaj qamëve, kam guxuar dhe i kam thjesht si askush tjetër nga Akademia Publike e Shkencat e Shqipërisë. Askush tjetër nuk ka mundur nxjerr 60 ikona në A0 ose në A1, jo njëri, po disa herë, në kohën e presidencës së zotit Meta. Disa herë, për mjedisin, për gjuhën, për historinë, për kongresin e Manastirit, dhe e fundit ishe për veshjet e qamërisë, dhe e fundit fare ishe për Butrintit. Pra, atëherë, kur një person që bën çdo ditë, palere çdo jati, palere çdo muaj, palere çdo vit, nga një gjë për kombin, çdo ditë, mënyra e komunikimit në Facebook, mënyra e komunikimit me libra, që shpëndaj në përparaive kudo që bëhen, atëherë është një kontribut. E si kërkon ti të denigrosh një figurë që Zoti ka dhënë aftësi edhe si profesor, edhe si qytetar, edhe si avokat, edhe si inxhinier, edhe si politik bërës, jo politikan, politik, që kjo çështje shpjegohet me këtë lloj mekanizmi, me këtë lloj politike si ta bësh, atë quaj politikun.